Shikues të nderuar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në emisionin Folklori i Trojës Shqiptare, por kësaj radhe jemi përqendruar në shoqërinë kulturore artistike Qamili Vogël nga Prishtina, ku në ansambl dhe shoqëritë kulturore artistike kishte pothuajse në çdo fshat, në qytete, që kurrëherë nuk i kanë ndalur aktivitetet e tyre kulturore artistike, do të thotë prandaj këto ansamble shoqëri kulturore ku mblidhen të rinjët të reja të cilët kanë aftësi artistike dhe u bën edhe arenë e mbledhjeve të këngëtarëve, instrumenteve, vallëtarëve, që mos vonë u bën edhe emrat e njohur e të përveshëm të këngës të muzikës sonë folklorike dhe popullore. Shoqëria kulturore artistike, ansamblet janë krijuar dhe funksionojnë si të tilla prej viteve të hershme. Objekti i aktiviteteve të tyre është promovimi i vlerave kulturore dhe artistike të popullit shqiptar. Vlerësimi dhe zgjerimi i këtyre vlerave të kombitohen brenda dhe jashtë vendit. Muzika shqiptare, këngë, vallet, instrumentet, kostumet kombëtare janë të vjetra, aq sa është i vjetër edhe vetë populli shqiptar. Muzika ka lindur dhe është rritur edhe zhvilluar, ka jetuar dhe jeton gjithnjë bashkë me popullin. Pra shikues të nderuar, sadopak jemi të shpletuar një biografi të shkurtër për ansamblin Qamili Vogël nga Prishtina. Do të shkojmë me një ta dëgjojmë së bashku. Ti
rasti sa më lartë, pas kësaj valle instrumentale, do të flasim pak për shoqërinë kulturore artistike Qamili Vogël nga Prishtina. Shoqëria kulturore artistike Qamili Vogël u themeluar në vitin 2003 në Prishtinë, nga këngëtari i njohur Shaban Baksi. Kjo shoqëri ka për qëllim ruajtjen, promovimin dhe zhvillimin e folklorit dhe trashëgimisë muzikore shqiptare, duke u përqendruar në këngët, vallet, instrumentet tradicionale dhe interpretimet e rapsodëve. Gjatë viteve, shoqëria kulturore artistike Qamili Vogël është shndruar në një prej institucioneve më të rëndësishme të muzikës folklorike dhe asaj popullore në Kosovë, me pjesëmarrje të shpeshta në festivale kombëtare dhe ndërkombëtare, si dhe me një angazhim të madh në organizimin e aktiviteteve kulturore. Pra shikues të nderuar, për juve që jeni duke na ndjekur në këtë çaste, do të shkojmë me një këngë e kënduar nga grupi i muzikor i këngëtarëve të shoqërisë kulturore artistike Qamili Vogël. Shoqëria kulturore artistike ka kontribuar në mënyrë të jashtëzakonshme në ruajtjen e muzikës tonë tradicionale. Dhe me pastaj trajtojnë folklorin dhe historinë e muzikës shqiptare. Përmes punës së tyre, kanë luajtur dhe luajnë rol kyç në ruajtjen e traditave të këngës populore shqiptare, duke u përkushtuar që të trashëgojnë këtë pasuri kulturore tek gjeneratat e reja. Udhëheqja dhe vizioni i tij i shoqërisë kulturore artistike Qamili Vogël kanë qenë shtytësit kryesor të suksesit
në shoqërinë kulturore artistike Qamili Vogël gjatë 2 dekadave të ekzistencës së saj. Këtë çka them unë, jemi duke e përcjell tash për juve. Bekim qëshia i mirë, hajni ratë, që bobën po tepi se kejtë janorë që të sot po dojnë me folë me ty. Që me një herë. Mirë dita Agim djelem, qëshia bre bobë, a je mira qëshia, qësh veçana, a po kje pora, isholla për hajrë, pas ke bo neshja, a ke mytë kanat, ka mytë kusha, 2.000 morka lepre poshtë zëti për 2.000 morka, që tu ka bo dom i shes 2 lapte ta paguaj poshtë që ka këpshtu vetë. Se që po te apje dhe nonën se me zish po pret me folë me ty. Mirë dita djelem, qëshia Agim. Jo, s'po kaj, është një farë gripe ma kanë gjitë. Type, mire, vëllaj që mirë heqë. Në farë gripim sa ka tajnë fëtë. Qëse dhe nusja pa ta me fëllë, është që ta një vazonin e koke mirë. Mirë dita Agim, qëshjeve, ku qa këtu pas ka trosh zoni, s'kom njërë zëherë mëti, apo pipiva ti ati asdi. Vëllojnë Agim, s'jam mirë heqë. Da dridhem kanë rëk edhe mu notën. Vëllohim shku të doktorën gjës natës, e si m'ka frit 2 syt një ka qelë. Po, tani dhe të një doktor shkova dhe ta të një injekcije mërat më dhe besa, e në më ka shliru e qëtash. Po, beba i ka bu 3 muaj e gjysët. Po, të mjeni i zonin, fa fara në bo. Që, a pjenin Agim, kritit ka go, hunën e go citonën, veç të mdoj citut. Se që po të apje dhe motërën se më zish pa pret me fletë ditën e mirë me muë. Baljakim, qëshje, vëllaj po m'vje marrë me të thonë diçka se ma kanë zonë një burë, po du mu martume. Veç 1.000 euro për lymë sinti, po e në mësh më najtë qume. Ani, ditën e mirë se që po të apje dhe pa bëgjyshin. Mirë dita djelem Agim qëshje si e mirë. Vëllaj në mirë jam veç që kom, të s'po majnë se mirë jam. Se që po të apje dhe gjyshin, se s'po mërë. Agim a djelje, qëshje a i gjoke. Vallahi kom gjithë dhëm, e të kom hongë në të kredan me duqa. Am plasin. Jo, pata, vallahi, peqe shkurtës më ka bekës limona shpër të kolla. Se që koke mirë se s'pa më idhin kom, se që për të apë dhe sytin. Baljagim, që shjeti, a je mirë, që shpeqan, vallahi, foqja zezë o bo Baljagim, u qof, aja bolisa bash, që kine pas me shite më matu muë. Bash e që, vallahi. Baljakim be, a munësh be, baljakim ma punin u se pasarin për ati se ty bështërijet vetën. A një vëllo faliminës, edhe këtë vesh mi bjani po apungat shpirëzit se mu kanë alëzit ato. Hanë me ditën e mi, se të për të epje dhe vihërën. Mirë dita o zonër, qëshje, a kjenjet ma ona i herën të shpia. Vallohi, po më zhitat kjo qikë. Në vitin 2023, shoqëria kulturore artistike Qamili Vogël shënoi 20 vjetorin e themelimit të saj me një koncert madhështor të mbajtur me 22 nëntor në Prishtinë. Kjo ngjarje, i cili u ndosh nga mira adhurues të muzikës folklorike, solli në skenë një platformë dhe performancë të pasur me këngë, valë dhe interpretime të rapsodëve të njohur nga Kosova dhe rajoni. Koncerti u organizua me përkrahjen e institucione kulturore dhe ishte një dëshmi e kontributit të kësaj shoqërie në mbrojtjen dhe promovimin e muzikës tradicionale shqiptare. Ta shikojmë dhe ta dëgjojmë një këngë nga grupi dhe instrumentistët
e shoqërisë kulturore artistike. Në vitin 2023, Shoqëria Kulturore Artistike Qamil i Vogël ishte e pranishme në konferencën ndërkombëtare Arkeologjia Shqiptare në 75 vjetorin e krijimit të saj, që u mbajtë në Tiranë në muajin nëntor, ku përfaqësues të shoqërisë kontribuan me kumtesa mbi rëndësinë e folklorit dhe trashëgimisë kulturore shqiptare. Pra, prezenca e shoqërisë në këtë konferencë tregoi për kushtimin e saj ndaj studimit dhe dokumentimit të muzikës dhe kulturës tonë popullore shqiptare. Pra shikues të nderuar, jemi duke e shpalosur sadopak rrugtimin e shoqërisë kulturore artistike Qamil i Vogël nga Prishtina, pra do të shkojmë me një këngë të mrekullueshme e kënduar nga rapsodët dhe këngëtarët e muzikës popullore të kësaj shoqërie kulturore artistike Qamil i Vogël.
Shoqëria kulturore artistike Çamili Vogël ka mbajtur disa koncerte dhe performanca artistike në mbar Kosovën dhe rajonin, ku ka promovuar muzikën folklorike përmes këngëve dhe vallëve tona tradicionale. Shoqëria ka bashkëpunuar me shumë ansamble dhe artistë të tjerë, duke organizuar ngjarje të veçanta për të festuar trashëgiminë kulturore shqiptare. Pra, do të shkojmë me një këngë prap e kënduar nga grupi muzikor i shoqërisë tonë, Çamili Vogël. Nani hiye nani mo une
Për të forcuar misionin e kësaj shoqërie kulturore artistike Qamil Vogël, e cila ka bashkëpunuar me institucione publike dhe private, si dhe me organizata kulturore artistike brenda dhe jashtë Kosovës. Këto bashkëpunike kanë ndihmuar në organizimin e festivaleve, koncerteve dhe trajnime për të rinjët e interesuar në folklorin tonë shqiptar. Në të 2 vitet e fundit, shoqëria ka punuar në dokumentimin dhe promovimin e rapsodisë shqiptare përmes botimeve, regjistrimeve muzikore dhe materialeve audio-vizuale përmes këtyre aktiviteteve të shoqërisë kulturore artistike Qamil Vogël, e cila ka ndihmuar në mbrojtjen dhe ripërthrirjen e këngëve të vjetra, duke u sjellë ato në një format më të përshtatshëm për publikun modern. Pra, do të shkojmë me një këngë. Pra, shikues të nderuar, shoqëritë kulturore artistike dhe ansamblet janë krijuar dhe funksionojnë si të tilla për viteve të hershme dikuar. Objekti i aktiviteteve të tyre është promovimi i vlerave kulturore dhe artistike të popullit shqiptar. Vlerësimi dhe zgjerimi i këtyre vlerave të kombitohen brenda dhe jashtë vendit. Muzika shqiptare, këngët, vallet, instrumentet, kostumet kombëtare janë të vjetra. Pra, shikues të nderuar, kënga folklorike popullore i ka paraprirë historisë së popullit shqiptar, duke përshkruar tërë jetën në mënyrë kronologjike dhe besnike gjatë atyre kohërave që nuk kishte shkrim as lexim. Si një arsimim dhe as të drejta s'kemi pas elementare për të jetuar si një kombë i pavarur dhe sovran. Prandaj, kjo është përcjell gojë me gojë në përbreza si dhe do të përcillet të rinjt dhe të rejat shqiptare. Pra veshjet tona kombëtare, veshjet e popullit tonë, kanë bërë jetën e vetë në përditshmërinë e tyre, në festa, në lindje dhe në vdekje.
në luftë dhe në paqë. Me to ka kënduar dhe vallëzuar populli shqiptar gjithnjë. Pra, shikues të nderuar, jemi sadopak duke e shfletuar biografinë e shoqërisë kulturore-artistike Xhamili Vogël. Shoqëritë kulturore artistike si dhe ansamblet e trojës shqiptare kultivojnë vlerat e folklorit dhe traditës tonë kombëtare shqiptare duke i bartur dhe tek gjeneratat e reja. Do të shkojmë, shikues të nderuar, me një këngë të bukur, me një potpori këngësh nga këngëtarët e shoqërisë kulturore Xhamili Vogël dhe do t'i shfletojmë sadopak edhe disa nga biografitë e sajna.
shpashkoj, unë i vitu shtar, kush dhe harqar, bashkë kene dor, mere mos se me tranor. Kush dhe harqar, bashkë kene dor, mere mos se me tranor.
për shoqëritë që punuan, kultivojnë traditë, t'i lexon populli shqiptar gjuhën të traditës që punon. Këngë e valle gjithë shqiptare që përcillen për një të ardhme. Këto po i shkruajmë gjithnjë në libra dhe në enciklopedi që nuk i haron kurrë nëna shqiptari. Pra shikues të nderuar, ansamblet shoqërisë kulturore artistike publike, të cilat veprimtaria të cilave ka për qëllim realizimin e aktiviteteve kulturore që shprehen me këngë, valle, instrumente tradicionale shqiptare, kostume kombëtare të trojës shqiptare dhe kostumografi të cilat ruajnë dhe kultivojnë traditën, doket dhe zakonet tona shqiptare. Udhëhec artistik të ansamblet shoqërive kulturore artistike janë persona përgjegjës, profesional në përgatitje profesionale në fushën e arteve skenike muzikore. Shoqëria kulturore artistike Çamili Vogël nga Prishtina synon të vazhdoj promovimin e folklorit shqiptar përmes organizimit të festivaleve vjetore të folklorit dhe këngës burimore, mbështetjes së rapsodëve dhe artistëve të rinj për të zhvilluar talentin e tyre. Pjesëmarrës aktiv në ngjarje ndërkombëtare të folklorit dhe trashëgimisë kulturore dhe pastaj digitalizimit të materialeve muzikore dhe krijimit të një arkive të pasur të muzikës tonë folklorike dhe shqiptare. Unë i falenderoj të gjithë anëtarët e shoqërisë kulturore artistike, por veçanti dua ta përmendi udhëheqësin artistik të këngës popullore, është pra Enver Osmani, i cili gjithnjë kujdeset për këtë zhanër. Shoqëria kulturore artistike Çamili Vogël vazhdon të mbetet një nga institucionet kryesore në ruajtjen dhe promovimin e folklorit shqiptar. Përmes përkushtimit të anëtarëve të saj dhe vizionit të themeluesit pra Shaban Baksi, shoqëria ka kontribuar ndjeshëm në mbajtjen gjallë të këngëve, valleve dhe traditave shqiptare, me një angazhim të vazhdueshëm dhe bashkëpunim me të gjerë. Shoqëria kulturore artistike Çamili Vogël synon të jetë një zë i fuqishëm i muzikës folklorike shqiptare edhe në dekadat e ardhshme. Pra shikues të nderuar, me kaq po e përfundojmë këtë emision kushtuar shoqërisë kulturore artistike Çamili Vogël nga Prishtina. Në emisionet e radhës ju dëshirojmë gjithnjë arktim sa më të këndshëm, edhe me rapsodët e trojës shqiptare, edhe me ansamblet dhe me shoqërisë kulturore artistike që do të vinë në vijim pranë jush dhe pranë nesh me këngët e tyre dhe vallet e tyre. Deri në emisionin e radhës, mirë mbeshje dhe mirë u shikofshim, po edhe mirë u dëgjoshim. Faleminderit shumë.